Pas pushimit në vendlindje, shumë mërgjimtar nga Gostivari e rrethina janë kthyer në shtetet ku jetojnë dhe punojnë. Një numër i konsiderueshëm i tyre sot u përshëndetën me të afërmit e tyre nga stacioni i autobusëve në Gostivar, ndërsa krahas udhëtimeve me autobus, gjatë kësaj jave të shumt janë ata që e kanë marrë rrugën për kthim në vendet ku veprojnë me automjetet e tyre private. Ata ikën sot për koka ju ngeli pas, sepse ende pa e shuar mallin, detirohen të lëshojnë vendin ku lindën dhe u rritën, që të kthehen aty ku ekzistenca ju premton më shumë. Kjo është jeta me plot sfida e mërkimtarit shqiptar. TV2 qëndroi sot me ta në momentet e tyre më emocionale, në kohën që po përshëndeteshin me familjarët. Ata u shprehen të kënaqur nga qëndrimet në vendlindje duke shfaqur dëshirën e flakt që sikur ky pushim të kishte zgjatur edhe më shumë. Ata shprehen se kur vinë në vendlindje nuk kursejnë për asgjë, sepse esenca mbetet të kalojnë sa më mirë. Rrugë mbar ju qoftë, si kaluat pushimet? Mirë, shumë mirë këmë kalu. Ne tash po nëjse në përshkojmë. A ishte gjithçka në rregull? Këtë rregull këtë. Do të thënë pushimet i kaluat 2 javë ose sa vete? Qatë i 10 ditë. A shkuat në prahengje familjare? Këtë me rendë në gjithë. I shku me rendë. Se harxhuat mjaft? Për harxhim një partë. Kimi që të folim, pjasë pistoti. Si kaluat? Shumë mirë, mirë kimi kalu. Si ju tuk standartin e atje? Këto e atje? Ma mirë me krasojmë. Shko që për standartin. Shkuat në prahengje familjare? Shku në kone më shumë ftofët më rrejfën, ja. Standartin shte krasojmë me Europa, do nishë, këto do nishë. A harxhuat mjaft? Po që ta si mune me veti. E ti me erë e harxhu, 3.000. Do kishi qëndruar ende si kur kishi pas pushim? Jo, dhja bëllja. Dhe këthejra në gusht pra. Po valla mirë kalum. Standarti gjajti barabartë. Për dhejta unë fëmeti për cili. Për që më fëmeti? Pa. Sa ndajton fëmeti? Dijavë. Si kaluan, si u tuk standarti? Mendoj që mirë, standarti njëjtë është. Ma shtrënce atje. Po, për minen. Duke thënë si u duket e repar që po e lini shkonin gurbet? E pak kjesha mën. Pak mërzit e ti, ne? Për ku shkonin sot? Për Gjevali. Duke thënë sa ndajton? Këto? Dijavë. Kishi pas e ndi pushim, adorisht? Si jo. Do më thënë si kaluan? Shumë. Ishte gjithçka rejtë? Ajde, Po. bulis me poqe. Ove. Sa harxhuat? Shumë parë. Unë braza është shkuj. Fajndet. Shumë më herë, pak ftohet ama më herë, shiqi zotit, më herë. Si kur kishi pas e ndë pushim dhe kontrol? O, si jo, këthejem se 3 herë në vit. Si u duket standarti? Më herë, shiqi zotit, më herë, edhe këto më herë është. Keni harxhuar mjaft, keni shku në për ahengje familjare, në shpikoni pak ato ditët e para ose? Po, kena shku në për ahengjet familjare, në për darsma, në për... Vendidje është më herë. Ma më herë s'ka. Ne për momentin janë njësë për në Zvicër, aktualisht në më thonë familjarisht, shkojmë në vizitë. Në Bern, po, në qytetin e Bernit. Nga agjenci turistike që veprojnë në Gostivar njoftojnë se numri i përgjithshëm i udhëtarëve që sot janë nisur për në mërgjim ka arritur deri më 3400 udhëtar. Konkretisht me agjencionin turistik Nasir Turizam, bëjnë të ditur se kthimin e mërgjimtarëve drejt Gjermanisë e kanë filluar nga java e kaluar. Deri në ditën e sotme me këtë agjencion turistik kanë udhëtuar 1200 udhëtar. 27 autobus janë nisur nga Gostivari me agjencionin turistik Durmoturs, apo gjithsej 1400 udhëtar, si dhe 15 autobus me agjencionin Soloreizën apo diku 800 mërgjimtar. Prezenca e mërgjimtarëve në vendlindje ka shkuar edhe në llogaritë të sipërmarrjeve private. Disa nga ato kanë mbuluar shpenzimet e ngelura dhe të tjerat kanë nxjerrë edhe fitime. Nga oda rajonale të zejtarëve me seli në Gostivar thonë se kursimet e mërgjimtarëve të cilët i harxhojnë gjatë qëndrimit në vendlindje janë një prurje rëndësishme për bizneset vendase, të cilat qoftë gjatë verës apo dimrit, para ardhjes së mërgjimtarëve në vendlindje kalojnë periudha krize. Prezenca e mërgjimtarëve në vendlindje është një infuzion ta quajmë për bizneset vendase siç janë restorantet dhe argjendarit, të cilat burim kryesor të financave kanë kursimet e mërgjimtarëve. Shumica e sipërmarrjeve private si butiqet, kafenet dhe sallonet e mobiljeve, sezonin e kthimit të mërgjimtarëve e shohin si shpëtim për ekzistencën e tyre. Kursimet e mërgjimtarëve mund të thuhet se janë jetike për bizneset lokale, por edhe për ekonominë e shtetit në përgjithësi, thonë nga oda rajonale të zejtarëve me seli në Gostivar.